përmes seancave që do të zhvillohen në gjykatën kushtetuese? Shiko, nëse do të merja kushtetutën, do të merja ligjin dhe do të bëja thjesht analizën se si e shkelja asha që dukshme sa unë duhet të thoja 100% e sigurt. Mirë po duke marrë kontekstin shqiptar dhe duke marrë presionet e mdhaja që bëhen nga kjo godina përballë meje që është godina e Këshillit të Ministrave, në anën tjetër të kësaj godinës time që është gjykata kushtetuese. E di shumë mirë që presioni është i jashtëzakonshëm te gjyqtarët, është një presion që ka nga mbrapa grupe të forta lobimi dhe miliona euro, sepse në zonat e mbrojtura nuk do ndërtoj një qytetar i thjesht i Divjakës, por do të ndërtojnë oligark, do të ndërtojnë njerëz që do të fusin në mekanizëm miliona euro, do ndërtojnë njerëz që do të marrin fala stokën publike me ligjin e investimeve strategjike. Pra janë lobingje shumë të forta me para, me influenca, me pushtet ekonomike, politike, gjitha llojeve. Dhe përkundrejt kësaj, gjykata sigurisht që ka një presion shumë të madh dhe ne nga ana jon kemi vetëm të drejtën, parimet, kushtetutën, konventën. Dhe në një shtet normal, balanca do të ishte nga ne, dhe do të ishte një çështje 100% e fituar. Në një shtet si ky joni, që ne kemi parë çuditëra edhe nga gjykata kushtetuese, me thënë drejtën, sigurisht që bëhet më e vështirë dhe po mos thënë dyshimet janë edhe më të mëdha, sepse gjykata jonë kushtetuese ka treguar se në provën gjenerale që këta bën me koncesion e Butrintit, ka treguar që edhe pse kishte një raport nga UNESCO që i thoshte qartësisht e zeza në të bardhë që shkelet Konventa Parisit që nuk bëhet kështu, nuk e merr privati, këta s'kan kompetencë etj. Prahu nda 5-4 dhe ja dha në koncesion me këtë ndarje në fije të Perit, edhe në koncesion Butrintit privatit, që është një shkelje kushtetuese e jashtëzakonshme. Kështu që duke pasur këtë lloj eksperience, dyshimet janë të mëdha, por betejë do të bëhet e plotë. Do të bëhet e plotë edhe do duhet që ata pastaj të marrin kosto edhe në opinionin publik, por edhe në betejë tjera ligjore, nëse vën para interesit publik, para kushtetutës, para konventave, këto presione dhe interesa të vogla private të njerëzve të lidhur me qeverinë apo të vetë qeverisë. Në gjykim, Ola, edhe dje, unë bëra edhe një pyetje specifike në fakt për Këshillin e Ministrave dhe për Kuvendin, i thash më thoni ju një nem të caktuar në këtë ligj që ndalon në një mas të caktuar ndërtimin. Pra nuk ka asnjë lloj kufizimi. Ti mund të ndërtosh kudo, kur të duash, pasi kufizim, pasi zonim, mund të ndërtosh 1% të zonës mbrojtur, por mund ndërtosh dhe 100% të zonës mbrojtur. Dhe këtë e pranuan dhe vetë palët, duke e pranuar ata para gjykatës kushtetuese, kanë pranuar që ne kemi drejt, sepse ti duke mos i vënë asnjë limit, ti mund të shkatrosh 100% të zonës të mbrojtur me vendim të KKRT-s normalisht, sepse siç ndërtohet në mes të Tiranës me një vendim të KKRT-s, ashtu do ndërtohet edhe në një zonë të mbrojtur me një vendim të KKRT-s, pra praktikisht të qeverisë, sepse e dim dhe përbërjen e KKRT-s. Pra gjykata i ka gjithë armët për të marrë vendimin e drejtë. Tani duhet të jetë vullneti, ndërgjegjja, pasioni për punën, përgjegjësia publike, betimi i tyre para kushtetutës që duhet prevaloj përballë çdo lloj presioni që mund të bëhen dhe sigurisht nuk e mohoj, jam në dini që ka presione të shumta edhe gjykata, por duhet ngrihet në lartësinë e detyrës për cilën është aty dhe për cilët paguhet nga taksa paguesit shqiptar dhe zonat e mbrojtura nuk i përkasin Partisë Demokratike, zonat e mbrojtura nuk i marr unë ti jetërsoj dhe ti ndërtoj, por zonat e mbrojtura nëse nuk kalon ky ligj dhe rrëzohet në gjykata kushtetuese, do të jenë aty për fëmijët e gjyqtarëve, për fëmijët e mi, për fëmijët e shqiptarëve dhe për të pasur më shumë mundësi Shqipëria edhe si krenari turistike, pse jo, se turizmi nuk bëhet vetëm me vila, turizmi bëhet edhe me laguna, me liçene, me zonat mbrojtura, me turizëm të natyrës që është edhe më i qëndrueshëm se ky turizmi ekselencës, si thon këta, me kazino dhe me hotele me 5 yje. E kuptoj. Sa pritet të zgjas me një parafërsi i gjithë procesi? Do me thënë, neve kemi nisur procesin ka rreth 3 muaj,
Ne kemi ezauruar fazën e parë, që ishte faza e parashtrimeve dhe debatet gjyqësor, sepse dje bëm edhe një debat gjyqësor. Kemi për të çuar prova, pra dokumentacion ekstra që kërkuan palët, por dhe që kërkoi gjykata, dhe më pas kemi një seancë tjetër publike, të cilën unë e di që ju do ta ndiqni si media që ndiqni interesin publik, me datë një korrik në orën 11, dhe më pastaj gjykata kushtetuese do të marrë kohën që ajo e gjykon për të dalë në një vendim. Nuk ka një limit gjykata në këtë aspekt, pra nuk është se ka një limit që brenda kaq ditëve do duhet ta nxjerrë vendimin, por i vetmi limit është arsyetimi logjik, pra që nuk mund të zgjatet pafundësisht, dhe në besimin tim kjo del deri në fund të korrikut, duke marrë parasysh që gushti mund të jetë pushim për gjykatën kushtetuese dhe shtatori vjen me deputet të rinj dhe duhet të gjykohen këto padi që janë punosur nga deputetët e legjislaturës së kaluar. Pra në një korrik është seanca radhës, do të ketë dhe disa të tjera, do të ketë një tjetër, kur ju thoni se pritet të mbyllet brenda korrikut, keni parasysh zhvillimin e sa seancave përgjatë këtij muaji? Unë mendoj që seanca e datës në korrik është e fundit, vetëm nëse nuk do ketë ndonjë riçelje dhe ndonjë dokument që do duhet pritet, për shembull ka ndodhur në rastin e Butritit, që ne mbasi e mbyllëm, erdhi raporti, nuk erdhi, po detyroi gjykata në fakt ta merrte sepse u mora prova që ekzistonte raporti, dhe ndodhin dhe këto, por deri më tani, pra të marrim një gjykim normal pa surpriza, po them, seanca e fundit do duhet të jetë seanca e datës një korrik të orës 11, ku ne do të paraqesim dhe konkluzionet tona finale në bazë edhe të provave që kemi mbledhur. Sepse Ola duhet thënë që ligji ka filluar i jep efektet e veta negative që tani. Pra nuk pritën, se zakonisht këta presin sa të marrin dhe një kolaudim, po them, nga gjykata kushtetuese përpara se të vazhdojnë me hapen. Ndërsa në këtë rast nuk kanë pritur. Nuk kanë pritur sepse publike janë 12 vendime për 12 zona të mbrojtura, të cilat i ulet mbrojtja, të cilat janë me më pak garanci se ç'ishin me ligjin e vitit 2017. Ka projekte që janë shfaqur në publik, por ndërtimin në zonat e mbrojtura, siç ishte një King Coast në Karavasta, ndërtime të tjera, pra është i domosdoshëm gjykimi i shpejtë i gjykatës kushtetuese në mënyrë të tillë që edhe dëmi të mos jetë një dëm pastaj i parikuperueshëm, sepse nëse ti e ndërton zonën e mbrojtur dhe e shkatron, ti nuk e kthen dot kurrë atë në 100% në gjendjen e mëparshme. Pemën e prerë nuk e kthen dot më atë pemë që ishte, apo ato shpende dhe gjallësa që ishin aty dhe që ikin, apo që shfarosen, nuk i kthen dot në gjendjen e mëparshme. Në këtë aspekt ka rëndësi edhe koha e gjykimit të gjykatës kushtetuese. E kuptoj. Dakor, këtu do t'jemi, do t'a ndjekim patjetër edhe do t'a diskutojmë. Flasim pak për një tjetër